ne dim nga informacionet që kemi, që keni pasur një ftesë për të vizituar Iranin, por e keni refuzuar. Është e vërtet? Po, shumë e vërtet. Jo vetëm unë kam patur ftesë. Ftesa si fillim erdhi tek unë. Meqense unë thash që nuk është mirë që të largohet një diplomaci që kishte gati 30 vite në Shqipëri, më shumë biles, largohet brenda 24 orëve, 42 orë, diçka e tillë, si dha Rama. 44 më duket. Dhe normalisht që ata vëzhgojnë. Jo vetëm aq. Ata më shkruan këtu, edhe për një takim në Shkup. E do në takim në Turqi. I thash ja. Takim para Prag, për të siguruar një grup. Kjo thot për herë të parë Mario Keu, I thash, okay, po mos keni merak, më thamu. Unë merak e tash më shumë se për vdek s'ka. Në fund fare unë jam djali i Bajramit, do me gjujt në raketë në Tiranë, po. Do vrasësh të djalin e Bajramit, do Ayatollah, I ri. Ki kujdes, se më thanë që je plagos. Shumë mesazh, ki kujdes, mos e merr atë punë. Mos e merr atë punë. Babaj ka të vrarë, ka të burgosur. Pse refuzuan? Do them të vërtetën. Erdhën dhe thanë që ne duam një grup nga deputetët, se faleminderit, që është ajo pjesa falenderuese që të falenderojmë që morën mbrojtje, domethënë një veprim se e bërë të nxituar sipas meje. Kryeministri, ndoshta unë nuk I di gjitha. Ai është I para I shtëpisë kryeministri, ai di ku I pek Hoxhatia. U hap thashë themi që nuk është puna vetëm për lëvizje inter të elektronikës, por thanë që mund të tentoj të vijë një bombë në kampin Ashraf. Dhe I mori masa shtetit shqiptar, shumë mirë, punon shumë mirë. Kjo bomba nuk u vua, apo jo, s'kera një vuna I bomba atje. Pastaj tha që ne do ta sulmojmë, ne do ta bëjmë, dhe erdhi kjo dokumenti. I ftuar zoti Gjusi, mund të merrë një delegacion deri në 7-8 veta. Do kishim dëshirë mreja delegacionit mos të jenë gjithë të besimit musliman. Konsulenca ime ishte me 2-3 katolik, njëri nga ato deputet, një ambasador, figura të shuara. I thash, shiko, kam një ftesë të që një grup për nesh të shkojmë të shohim në Republikën Islamike të Iranit. Në fillim, në parim, ranë gjithë dakord. Por të gjithë kërkonin të shikonin dokument zyrtar. Edhe kryetari Ballit, apo jo Adriatik. Në kishte emrin në të. Erdhi dokumenti me të gjithë emrat, test nominale. Pastaj thanë gjithë që isha kujde, sikur është armiku I SBA-s Irani. I thash, unë jam djali I Baramit, se ka problem. Nëse SBA të kërkon një intelektuar. Pse mos të jemi ne grupi I intelektuarve? Gjithmonë në politikë ka një rrugdalje. Ne se shohim të arsyeshme, thanë ato. Ti çfarë do bësh? I thash, jo, unë kam thënë aty ne shkojmë në grup. Mirë thanë ata, me gjithë konsulenci, po shkojmë në grup, po me disa kushte. Do më thonë, ftesës do t'i vendosnim kushte. Ju më thirrni ndasëm, unë them çfarë tavolinë do ulem. Për ta zhbiriluar, pak për t'ia çuar qytetarit që ta kuptojnë që ndodh. Edhe tham, kushti I parë është, meqense Irani në konferencën islamike ka fuqi, janë 54 vende, e kushti I parë është të gjithë vendet islamike në blok të njohin Republikën e Kosovës. Kushti I parë. Kushti I dytë është, meqense ka kaq vite në pushtet Ayatollah Khomeini si lider suprem, ky ka të gjitha të drejtat të bëjë një amnisti, duke përfshirë të gjithë emigracionin iranian që është larguar jashtë. Këtu kisha për bazën emigracionin shqiptar, nëse të ta bënte një herë diktatori. Pse kishin njerëz jashtë ne. Atëherë një amnisti për të thënë, vetëm ata që kanë kryer krime të rënda, domethënë ata që kanë vrarë njerëz, të përballen me gjykatën ndërkombëtare, gjykatë e OKB-s, jo dikujt tjetër. Domethënë jo gjykatë iraniane, jo gjykatë shqiptare, jo gjykatë amerikane. Se folën për ekstradim në shpar, apo jo? Atëherë, ne vijmë atje. Me regjimin nuk kena punë.
Do më thënë, regjimin e bën populli. Nuk do t'japim mend ne ndrojë regjimin me zakonisht regjimi duhet ndruar o me luftë o me referendum. Mundësi tjetër nuk ka. Kuptohet që pas saj ata nuk thyen përgjigje. Por ndërmjet kësaj, kryetari i kuvendit e aso kohë më thirrën zyrë. Më tha, shiko, ti ke drejtën tënde të shkosh në Republikën Islamike të Iranit, me qenë se ka ardhe ftesa. Ne kemi informacionin. Se erdhi me letër e mbyllur. Tani, se ku e gjen informacionin, kryetari i kuvendit, kjo besoj se s'ka nevojë për koment, apo jo? Ose kryeministri ose presidenti. Se normalisht punon në shërbimin. Në tirën zyrë, tha, nëse do këshillën time, ai është kush është, nuk më intereson. Nëse do këshillën time, tha, unë të këshilloj, situata nuk është e tillë që të shkosh. Ne kishim vendosur fakt që mos shkonim. Po ashtu, edhe dy miq tan, pas një mesazhi tim, heshtën. Heshtja kupton, edhe po, edhe jo. Po, më shumë heshtje në atë rast, si që logjikova unë personalisht, ishte jo. Dhe në grup do t'ishte dhe Olsi Yazëxhi dhe Gjergji Thanasi. E kuptoni tani? Vetëm këta dy emra, dhe Adriatikun përmenda, se Adriatiku është ballist, kurse të tjerët nuk është mirë që unë t'i përmend te kjo. A do t'i nxjerrni një ekran tjetër? Po, ka ftesa nominale. Më kanë kërku ftesë nominale. Më kanë thënë, nëse na vjen ftesa nominale, do ta marrim seriozisht të punë. Nëse do t'ishte për arsye individuale dhe të pranonte Republika Islamike e Iranit Kosovën e mblok me 5 shtete sa shtetet tjera, unë do t'isha në Teheran. Do kishin shansa ato pas kësaj të thonin që ne do t'i gjujmë ati shtetit Mistrec, shteti vogël Mistrec, se kështu ka thënë Ajatollahu për ne. Po kujt i thu Mistrec, thashun në atë kohë? Mër lider suprem. Po unë jam djali Bajramit, mundëm vrasësht i tani. A i vret ai pakicat atje. A i shvet pakic. Pra nuk mund të qeveriset më Irani në pakicat. Dhe unë shoh në sfond, ish Jugoslavin do të ndodhë në Iran. Pra ne së shkova. Qartë. Zotë Gjuzi, i keni parë me interes edhe situatët e luftës, si e gjykoni, është e mundur që Irani të godasë Shqipërinë, ekziston një lloj rreziku dhe dihet që 2 raketa janë drejtuar drejt Mesdheut, janë goditur nga NATO, është interceptuar nga struktura e NATO-s, thonë që ishin drejt Turqisë, por a mund kishin pas ishin njësër edhe Shqipërinë duke qenë se Mesdheu? Do më lejosh ta shpjegoj pak më thellë. Kush e ka pushtuar Europën? Edhe kush ka dash ta pushtoj Vienën? A ka qenë perandoria osmane? Persët, a ka qenë brenda perandorisë? Pra kanë qenë vendimmarrës. Se thonë gjithë po sulmon Trump. Kush ka sulmuar i pari? Krishtërimin, kush? A kanë sulmuar ata apo jo? 500 vjet përpara. Në këtë tokë, hak pa ala e gjak pa amar, nuk ka Mario. Nuk ka, është tradicion.